Në pikën e kalimit kufitar në Kapshtic, situata pareqitet e qetë, ndërkohë janë marrë të gjitha masat që nëse do të ketë fluks kalimesh në fundjavë, të mund të përballohet pa krijuar radhë në pritje. Burimet zyrtare nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit bëjnë me dije se gjatë 24 orëve të fundit, në këtë pikë doganore janë regjistruar 2155 shtetas në hyrje të shtetit shqiptar, ndërsa drejt shtetit grek kanë udhëtuar 2114 shtetas. Autoritetet doganore bëjnë të ditur se ky është një numër kalimesh më se normal, ndërsa janë marrë masat për fundjavën. Bisedime janë kryer dhe me palën greke dhe është rënë dakord që të shtohet numri i sporteleve nëse do të ketë shtim të fluksit në fundjavë për shkak të ardhjes e emigrantëve në AD për të votuar. Nga pala shqiptare janë në gatishmëri 7 kontrollor dhe 8 nga pala greke, të cilët do të vihen në dispozicion që të mos krijohen radhë në pritje. Edhe pse emigrantët kanë pasur mundësinë e votimit në shtetin ku jetojnë, ka dhe prej tyre që pritet të vinë për të votuar në Shqipëri.